Do të me pas njerë, nuk paguën të pimë fillim, nëse e krym shkollën, 5 vjetë dush me pas djeni, rogat janë 5.000. Investu, po nuk është, nuk jam, jem të eshtinj edhe pak. Pa siguria është pak, që ajo problemi është të une, që se prindë mi kanë dalë ma herët, kanë bo kapital ato edhe ma herët. Po që e kapitalit aty tynve, se edhe na vetë kemi përnu sa do, ama ai ma shumë akon ma i zoti. Nga Shkupi? Nga Shkupi, që e kena Shkupin? Po se kum vizitu një 2 muaj të ri. Ha, 2 muaj, ku jeton? Në jashtë në Zvicër jam. Cili vjen në Zvicër? Thënë Gjerman të shpindlich Bern, ama Nargau. Familjari shkin Bernimi, por jemi edhe me Nargau. Me punë, 88-ën, 1988-ën. Ka shumë shqiptarë në Nargau atje? Ka, është numri madh është, për afërsisht 200.000. Do thomë kanton Nargaun, jo është aty po. A do më që mirë është abonon atje? Unë kam shkollë të kryme mekaniki, thënë jo, në Athenishën, në Zvicër kam studiu shkollë, edhe që ajo. Punoj me atë punë. Se sa vite më në këtë punë? Pinë Athenish. është punë e vështirë. Po nëse merë me lehtësi, me vullnet, me send, shu nuk ndihet puna e rëndë ose diçka. Një automekanik atje di që paguhet mirë, profesionalisht sa paguhet. Po do të me pas njerë, nuk paguën të pimë fillim, nëse e krym shkollën, 5 vjetë dush me pas djeni. Rogat janë tulta njerë. Mas 5 vjetëve fillon rritët. Shumë afërsisht sa ka një automekanik? 5.000. Ama mas 5 vjetëve e farën këthin. Djenit kete, 5 vjetë. Pa atëherë i në atë fazën e rogës. Nuk është ko kërkeq me rogë. Jo, mirë është. Në atë kohë, tash pak varët nëse jeton vetë. është sa të dush, jo, me familja mune, po për shembull ka njerë që 5.000 ju dukut pak. E të mjaftueshme për shembull. 5.000 për ty. Po një qift, po. Po një qift. Po. Po të ofronë një mundësi që kjo Maqedonia këshikon me që të rogë, a këshel shu Zvicërën? Të ofronë 5.000 euro në rogë. Gjysët ma apin, bollësht. Gjysën. Kësha shku Maqedoni, po kësha këthi. Gjysën rogë që e këtë. A me lona erë mu këthy, kreqë. I sa thoni këthejën po kurs. Une veç me thonë drejt 90% jam këthi. Ma shumë se 90%, për 2022-ën unë jam ma shumë zakonisht këtu, se thmit i kanë 10 rritën, këtu jetoj ma shumë. Shka po të rejtë që po jeton këtu? Po, gjithë shka. Që i ndi ma shumë, nëse edhe gjitha e ka shumë shqiptar, po këtu është, i ndi vetën ma mirë. Do të i pas kënë drejtë sanët. Që pas karë këtë? Po, nuk thom jo, mirë që ato qka janë për jetes, i ka besë gjithë kush. A ke mund një kapital të mirë me bo, për të ardhmen tonë dhe tashtë? Po, du të thom, se prindë mi kanë dalë ma herët, kanë bo kapital ato edhe ma herët, po që e kapitalit aty tynve, se edhe na vetë kemi përnu sa do, ama ai ma shumë akon ma i zoti, na ka bo kapital edhe aje. Pas ka ndonë një shtyne që tajmë na. Po, Një ndim. po, shumë. A ke investu në Kosovë diçka? Por do? A ke investu për mënen Maqedonia atjes? Gati jemi, ka menu për 2022-ës, po ta njës në atë fazën e investu, po nuk është, nuk jam, jam të eshtinj edhe pak. Nuk, po, me bo një garash temën, mas parti,
të shtëpia të shoto kimik, një garazh temën me fillu një biznis. Që ajo është. Çfarë biznesi për me kjerë ke Me fjalë? kjere me fali, po. Qato e kam në mend veç. Vlen këtu me investu. Po tash, ja vlen, besoj që ja vlen. Unë e pash një qift Gjermanë që atje, burri gru, burri Gjerman, ina një bakeri që thënë e pita një kafe, një umbërcir. Po jetojnë në Gjermani edhe këtu kishin jetën e mirë, kishin bakerin e vetë. Udhtojshin, jetojshin ama jam këtu. Po tash pa siguria është pak, që ajo problemi është të une që po nijet shumë së në me kohën e vetë. Nuk mirë sigur për mjetu. Nuk njëm sigurt. Hiq, njerë për njerë, nuk njëm sigurt. Çka kështë pas dëshirë me pas vendi yt që mi plotsu kushtet ti për mjetu. Po këtë thëjnë që këtu, se vendi vogël, më një shumë raste, unë e shoh liq, ka, është nuk ka dhe i dorë, po duhet pak ma fort ligji me konë. Se po ndodhen raste, gjithë shka. Cilat ligje kishe fut për shembull? Po e para, turisti si turist nuk ka mbrojtje. Unë du të thëmë deri tash s'ka mbrojtje. Dhe një huj nuk besoj që mbrohet për shtetit këtu. Ke paramarasysh, a une jam shqiptar ose gjerman ose dhe një, nuk mbrohet. Kur që ati s'fillon starti, pësani edhe qera atje se nanësh. Në fund, një mesazh me përmbyll për gjithë diasporën, për gjithë njerëz. Valla dëshira e madhe është që po përmejnë shumë herë ato fjalë, po mos po përqanër me zveti, me qunë si vlla e motër, me jam menut mirën njëri tjetrit. Për që ta jemi të jetu. Që ajo është mesazhi. Kalo sa më mirë pushime, kënaqu. Unë ashtu ju e uroj shumë mirë për stepër, ju pëlqej. A kalove mirë? Po mirë, Ne faleminderit. po çon histori tjetër. Valla do ta bëj follow nëse e gjojnë. Se di, tash herë bune. do follow, kam do follow. Sigurisht a keni zonin ta, se shumica më njohin përmes zonit kështu. Po, që shtirët? Histori të jetës jemi. Çdo punë. Gjokun, histori të jetës. Sigurisht do ta bëj, po. Respekte. Edhe ju ashtu, përshëndes, ditën e mirë. Faleminderit.